Përshëndetje shumë miq, jemi sërish në grupin e radhës, tashmë kolegu I shokut Adnan nuk është pranishëm para shëndetësore. Jam që të zëndësoj dhe është një derë për të gatuar midis njëri tjetrit. Dhe për të provuar dhe për të sprovuar pak a shumë dhe për sa i përket shijes apo vegarës me kohën. Adnani më tha që ka një të zgjedhur një pas dishit vështirë që është ajo aleole peperoncino. Aleole peperoncino dhe mbi të gjitha basi ta gatuash do provohet nga ana ime dhe duke testuar pjatën për gabimet e mundshme. Ti do jesh ai do konsumosh pjatën time për të kapur gabimet që ti ndoshta nuk do mund të kapësh ose mund të jetë në shirë tua ose ja. Gjithsesi unë kam një gatim peshkut të filetut të çevrekut në mënyrë mezetare vegan. Ndërkohë paralelisht kemi aleole peperoncino na ndiqin dashur. Kemi peshkun levrek. Bëjmë të mundur filetimin. Duke qenë se është fileto, zgjedhim një filetim sa më të kujdesshëm. Më duhet vetëm një pjesë e saj. Pjesat e tre peshkut nuk do zbatohet mënalisht. Pastrojmë produktin nga pjesët e panevojshme. Heqim pjesën e lëkurës. Dhe në këtë rast dhe pjesën e fijeve kryesore. Mund të jetë pickatore ose. Adnan, si po shkon situata në grupi jot? Mirë, jemi në fillime dhe sa të marr falë. Unë mbarova. Do më duhet pak mielli. Bëjmë pastrimin e produktit. Duhet ndim, se dhe se ma më valë ujë. Shiko pjatën tonë, më shiko pjatën. Gjithmonë bëjmë të mundur pastrimet e vendit punës. Aldin do ndihmoj për një pjatë të sheshtë, ato me lule që unë dëshiroj. Për herë, Aja se edhe mundja që ke ndorë për pasi duke gatuar, na duan dhe mënyrat dhe mjetet e punës. Ndërkohë, për ju dashur miq, momentalisht fillon dhe pjesa e përgatitjes së recetës. Nga ku kemi ndezur tiganin, kemi shtuar pak vaj ulliri, me shumë kujdes. Kemi marrë disa letra kuzhine për të hequr lagështirën e tepërt që peshku mund të ketë. Bëjmë një pudrosje të saj. Bëjmë një pudrosje. Sikur se jemi. Dhe me shumë kujdes të jemi të përpikt me gatimin e saj. Një pjatë dhe themi që konsumohet në çdo shtëpi, qoftë dimër, qoftë dhe verë. Siç jemi tashmë, duke qenë se është shumë e përshtatshme që produkti I peshkut të kombinohet lehtësisht me hudrat apo disa përbërje të tjera të ndryshme, unë po ja shtoj tashmë. Pomodorini, ullinj, pak kapër I lutem. Presim majtanozin nimet.
testojmë disa produkte të kapërit. Dhe direkt jemi gati për ta shuar me verën e bardhë. Me shumë kujdes, bëjmë të mundur shuarjen e produktit me verë të bardhë. Dhe lëmë që vera të avulloj pothuajse plotësisht. Mbasi ka avulluar vera, do shtojmë pak ujë për zjerjen e produktit. Pomodorin e ullin, si kurse jam. Dhe pak salcë. Ja për dashur miq, jemi gati për të bërë të mundur përgatitjen e lebrekës mesdhetar, ku është rregulluar me krip, piper, kemi shtuar majdanozën, mund të përdorin merrezat sipas dëshirës. Ndërkohë krau tjetër më vjen aroma e kuq. E hudrës specie. Hudrës pra, që është karakteristike kuq, gjithmonë e ale hudrës. Ale olë për dërëqime, si duhet ta kem kujdes pa mos ta djegju. Absolutisht është një pjatë shumë delikate. Te kolegu pas disa fara specie, kështu që ta bëj peshkun pak pikant. Rigon kemi atë? Perfekt. Tjetër? Thjesht po ulit pak temperaturën dhe unë po pres. Ndërkohë, përgatitja e peshkut është në fazat përfundimtare të saj, po shohim dhe shokun në lidhje me pjesën e organizimit të recetës. Shohim që ka kaluar pasën nga ena kryesore në tigan dhe presim prezantimin përfundimtar të saj. Jemi drejt fundit. Po, Sa ka dhe matë masën këmoze, pasën të të fundit. që të mos. Ata, unë e kam marrë ti. Unë jam gati. Po pres shokun që mos dali shumë brapa. Për do? Ndërkohë pastrojmë dhe vendin e punës, që kam ta fokusoj sa më mirë. Do më duhet një lugë shërbimi, që mi ka marrë të gjitha nanim duket. Jo, asnjë s'kam. Asnjë s'ke? Lugë shërbimi. Shërbimi. Bëjt të mundur sistemimin dhe pastrimin e pjatës, gjithmonë dhe nga ana e poshtme e saj, por dhe nga ana e sipërme. Kjo është një nga pjatat që unë kisha dëshirë të pyesë. I ka dhejtë ato. Përdo?
Prandaj si është situata ka Pigani juaj Minuta të fundit. drejt përfundimit. Po. Shohë që pasta është bërë disi kremoze. Në që po shumë. Okej. Pasta e mëndën e punës. Mund të dojë sërish pak lak shtirë. E shtoj me shumë kujdes. So. Ora 3 minuta. Kryo dhe kjo. Shikojmë që shoku përvon pashtimin e recetës aleole për rënqenin që po e shërben kuqit në pjatë. Me shumë kujdes. Pasta duket që në shikoshtëri që është al dente. Që të gjemë në rregull. Mirë. Faleminderit Adnan. Shihemi në grupin e radhës.